urimin më të shkëlqyer ja bëri protesta rinore qytetare me datën 4 korrik, e cila me madhështinë e saj përsëriti 20 shkurtin e vitit 1991. Janë disa klifma përpjekje të opozitës opozitës, vegël e mirëfillt e qeverisë, e cila mendon se nuk mund të rritet si opozit me praninë e Sali Berisht për faktin e vetëm se janë fake opozit, për faktin e vetëm se flirtojnë, për faktin e vetëm se dhe ndaj ata shfrytëzojnë këtë protest për një slogan apo parull të tillë. Por kjo as nuk e ka penguar, as nuk i pengon Sali Berishën, Partinë Demokratike, për të mbështetur fuqimisht protestën, për të mbështetur me gjithë forcën protestën. Nuk i pengon demokratët në qindra dhe mijëra % pranishëm në protestë. Është pra thjeshtësisht një veprim gueril i atyre që operojnë në emër apo për llogari të Edi Ramës në këtë rast konkret, kam fjalë, në këtë rast konkret. Kur, edhe ja u thamun këtu, qëndrimi ynë ka qenë që në fillim dhe ju duhet të keni shumë të qarta ato që deklaroj, kur nuk ndryshoj në ato. Asnjë ndërhyrje në punët e saj nuk është proteste jonë dhe e drejta dhe morali duhet të ishin të pamshirë ndaj atyre që përpiqen t'ja u kapin apo manipulojnë atë protestë të rive shqiptarë. Përkundër, kam deklaruar dhe deklaroj se bazuar në 6 kërkesat e tyre, Partia Demokratike mbështet me të gjitha mundësitë e saj protestën jashtë çdo konotacioni, simboli partjak, por thjesht në frymën qytetare. E kemi bërë këtë në rrafshin brenda vendit, e kemi bërë këtë po me kaq zell në rrafshin ndërkombëtar dhe me sukses. Protesta ka marrë mbështetje ndërkombëtare të Partisë Popullore që qeverisë sot Europën, partisë më të fuqishme sot në spektrin politik europian. Ky është qëllimi ynë, po as kemi tentuar, as nuk tentojmë, as nuk dëshirojmë, jo. Ne jemi forcë politike që ishim në protestë, doli kjo protestë dhe kërkesat janë të njëjta me ne, e mbështesim plotësisht.